Një debat mes deputetit të lëvizjes vendvendosje, Dima Albasha dhe asaj të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmeti Bajrami, është zhvilluar lidhur me idenë për formimin e një qeverie tranzicionale, ide kjo e LDK-s. Debati nisi pas një postimi të Bashës në Facebook, ku ai vuri në pikpyetje arsyejet pse LDK-ja sipas tij po insiston që qeveria tranzicionale të përfshi patjetër dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Hykmetja po vazhdon të mbrojë idenë e një qeverie tranzicionale si të vetmen alternativë. Hykmeti pse nuk e menduat një ide vetëm me lëvizjen vetvendosje, duke marrë parasysh që së bashku kemi 68 deputet. A ka mundësi me shpjegu pse patjetër duhet të përfshihej PDK-ja? Pse s'po mundeni pa të, Hykmete? Ka shkruar Basha. Në një reagim të drejtpërdrejtë gjatë emisionit Debat Plus, Hykmeti Bajrami me ironi është përgjigjur se pse nuk bëjnë koalicion me vetvendosjen. Sepse jemi hajvan për ta, pyetet Dimalin pse duhet me bërë LVV-ja koalicion me hajvanat, ka thënë Bajrami. Ajo ka akuzuar qeverinë Kurti në detyrë për mungesë të plot bashkëpunimi me opozitën gjatë mandatit 4 vjeçar, duke thënë se nuk është pranuar asnjë propozim nga partitë opozitare. Bajrami ka theksuar se deklaratat e Kurtit vetëm e kanë thedhuar hendekun mes LDK-s dhe LVV-s. Kurti nuk na ka lënë hapësirë për një shteg të bashkëpunimit me asnjë parti politike. Për herë të parë në historitë të kuvendit, ka shkuar komplet mandati pa e marrë qeveria e Kosovës as dhe një propozim nga opozita, ka deklaruar ajo, duke shtuar se vetëm një amendament i LDK-s ka kaluar gjatë 4 viteve. Bajrami ka kritikuar ashpër dhe mënyrën e qeverisjes dhe shfrytëzimin e buxhetit. Sipas saj, qeveria ka përdorur fondet publike për të blerë vota dhe ka shkelur kushtetutën për përfitime politike. Ka shfrytëzuar buxhetin në mënyrë më brutale të mundshme për të blerë vota, edhe sot po shkeli nenin 72 të kushtetutës, i cili e ndalon që një deputet të mbajë pozita ekzekutive, ka theksuar Bajrami.